Pejgamberi këtu nuk e ka qortu hidhërimin në esencë. S'ka thonë i fortë është ai që nuk i dhënohet. Po, s'ka thonë ai që nuk i dhënohet, ju i dhënohet besimtari. I pa i cili e kontrollon veten në hidhnim. Çka është bukuria e Islamit, vëllezër? Islami e mirë kupton njeriu, e njeh njeriu. Nga se Islami është nga Allahu Azza wa Jall. Edhe njeriu është i krijuar nga Allahu te bareka ve taala. Andaj mi thonë njerëzit, nuk guxon kur mu gëzu. A mundet njëri me këtë rregull me respektu? E nuk mundet apo. Nga se njëri natyrshëm gëzohet. Mi po i thuhet gëzohu ama mos u shfrena e çto mundesh. Që dy tër mundesh. Mundesh mos u shfrenu. A mu gëzohu. Mi thonë njëri për shkak mos u dhëna. S'mundesh apo. Këse ndimi është çështje e natyrshme. Islami është fe që respekton natyrshmërinë e njeriut. Mirë po mi thonë idhnohu, mirë po përmbaju një idhnim e që kjo është e kërkume. O përmbajt mundesh, e përmbajt mlefin, me përmbajt njeri hidhnimin e tij apo.